Mërlaku një arkim drejt shtyllës së dytë e prima Gjata goditja. Kapiten Prishtina arrin në klin dhe tregon vlerat e tij. Minuta 20 e ballavaqimit. Ismet Munishi e di fort mirë se çfarë lojtari transferoi. Tjetër super gol në këtë ballavaqim është Mërgim Pevqeli. Herët avon, goli do të vinte. Mungaja se Kuran Berishës së Dugaxhinit që barazojnë në 1-1. Aty ku është dashur të luhet edhe ky ballavaqim në kushte normale. Blerin Marina, super pasim dhe mundësia tani e prima Gjata. 1-0 Dugaxhini, minuta 12 e takimit. Shohim edhe një herë atë pasim fenomenal të Blerin Marinos, nuk shënoi Mërlaku, mirë po sulmuesi nga Gambia ishte aty për ta përmirësuar. Bravo! Bravo! Ebrima Gjata, bukur driblimi i tij, mundësia tani për Dugaxhinin, vjen goditja 2-1, ka shënuar Osman Ziu. Një gol i bukur këtu i Mziut me të djathtën e tij. E pavezu. Rasti më i mirë i skuadrës së Dugaxhinit në këtë sfidë. Dhe tani do të shikohet në imazhet e dhomës së varit rasti i mëhershëm te ndërhyrja e Jasharit. Mentora Jeti shko për ta parë vet. Penalti ka dhënë tani Mentora Jeti në favor të skuadrës së Dugaxhinit në minutën e fundit. Rasti më serioz, minuta e 15 të sfidës. Tani topi te Gjata në krahun tjetër rreziku. Gjata! Traversa! 2 raste të jashtëzakonshme për një herë. Autori i golit ishte Ebrima Gjata, i cili fillimisht e pranoi topin për mrekulli për të plasuar me pas goditjen. Pasi